Në parkun e Gërmis u përurua përfundimi i shtigjeve të reja për vrapim dhe rekreacion ku të pranishëm ishin kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, qytetar e adhurues të këtij sporti. Sot po i përurojmë 84 kilometra të shtigjeve që ndërlidh Prishtinën me gjithë Gollakun, pra me pjesë të ndryshme, me fshatra të ndryshme të Gollakut. Pra kemi shtigje të cilat janë të ndërlidhura me ambientin në mënyrë më të mirë duhur, pra intervenimet janë ashtu shumë të sensitive, i kemi të shenjzuar, po jo intervenime të mëdha që kishin me pas në element negativ. Gjithashtu u bë e ditur se shpejt do të nisë edhe projekti për shtigjet për të verbër dhe personat me nevoja fizike. Të jetuarit në mënyrë shëndetshme, kështu që shtigjet ne duhet të kuptojmë, nuk hapim shtigjet të reja. Do të shtigjet e vjetra që kanë përdorur marsorët e vjetër në Gollak, ne i riaktualizojmë edhe i rregullojmë në konceptin e ecjes turistike dhe shëndetësore. Sa i përket shtegut për nevojat e veçanta, për persona me nevoja të veçanta, shtegu është pjesë e rrjetit, është projekt ideor. E kemi gjetë metodën më të mirë, e cila nuk prek në ambient. Ky projekt ka filluar që 2 vite dhe është bërë punë e madhe, shenzimi dhe hartëzimi i 80 kilometrave shtigje të Gërmis. Këto shtigje kanë bërë që qytetarët e Prishtinës të përdorin jo vetëm luginën e Gërmis, por tash të kenë mundësinë të përfitojnë edhe nga benefitet që ofrojnë shtigjet që janë aktivitetet sportive. Për të shënuar këtë moment, qytetarët vrapuan simbolikisht 2.5 kilometra në njërin nga shtigjet e reja.